Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë në një intervistë televizive se përmes një letre dërguar kryetares së dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafilova, ai ka kërkuar që ish-krerët e UÇK-s Hashim Thaçi, Recep Selimi, Jakub Krasniqi dhe Kadri Veseli, të cilët po mbahen në Hag prej tash 4 vitesh, të kthehen dhe të mbahen në paraburgim në Kosovë pranë familjeve të tyre. Unë kam kërkuar 2 gjëra. E para, kam ofruar garancitë e mia që ata të vinë në Kosovë dhe të qëndrojnë në Kosovë në burg, të jenë pranë familjeve, çka do të ishte një lehtësim i madh. Në rregull, ata po konsiderojnë se duhet të qëndrojnë në paraburgim, por pse të qëndrojnë në Holand kur mund të jenë në Kosovë? Ai burg është, tha Kurti. E dyta që unë e kam kërkuar është pyetja ime se a është e mundshme që dhomat e specializuara të trajtojnë edhe rastet e krimeve të kryera nga Serbia gjatë luftës në Kosovë. Për çështjen e parë, kryetaria e gjykatës pati thënë pak a shumë pse nuk bën kthimi i tyre në Kosovë, ndërkaq për çështjen e dytë ka qenë më shumë po se jo. Unë besoj se ata duhet ta publikojnë përgjigjen e tyre, shtoi Kurti.